Te 9 pacient nuk janë të justifikuara ndërhyrjet kardiokirurgjike dhe kardiologjike në institucionet shëndetësore publike dhe private në çdo nivel, ka konstatuar Komisioni Ndërkombëtar i Pavarur pas akuzave të vitit të kaluar nga kardiologu Dr. Sashko Kedef për operacione të panevojshme në sektorin privat të shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu rikujtoi sot se vitin e kaluar ishte formuar një komision i brendshëm me 9 ekspertë të lartë mjekësor vendor, mjek të fushës, si dhe juristë dhe ekonomistë, përkatësisht përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit për Sigurim Shëndetësor. Pacientite se na возраст 45 do 78 godini, koji što beja predmet na analiza. Pacientët janë të moshës 46 deri në 78 vjeç që kanë qenë subjekti i analizës. Rastet e analizuara lidhen me ndërhyrje dhe procedurat të realizuara në institucione shëndetësore publike dhe private, klinika e kardiologjisë, klinika e kardiokirurgjisë, Spitali Klinik i Shtipit, Spitali 8 Shtatori, Kardio Ara Shtip, Spitali Klinik Zhan Mitrev dhe Spitali Klinik Axhibadem Sistina. Këto gjetje janë serioze dhe nuk duhet të relativizohen, por gjithashtu nuk duhet të përdoren për përgjithësime apo për dëmtim të reputacionit të gjithë profesionit mjekësor apo për stigmatizim të institucioneve. E gjithë dokumentacioni për pacientët për të cilët Komisioni i Brendshëm ka konstatuar gjetje i është dorëzuar grupit ndërkombëtar të ekspertëve, i cili u formua në shkurt. Ky grup përbëhet nga Dr. Ogolino Livi, kardiokirurg nga Italia, Dr. Nikola Lakić, kirurg kardiovaskular nga Slovenia dhe Dr. Qerqesh Miha, kardiolog intervenues nga Slovenia. Ky komision javën e kaluar ka dorëzuar gjetjet, të cilat sipas Aliut në një pjesë të madhe përputhen me gjetjet e Komisionit të Brendshëm Vendor, gjë që është veçanërisht e rëndësishme, duke pasur parasysh se të dy komisionet kanë punuar në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri. Nga gjithsej 13 raste të analizuara, që lidhen me dyshime për operacione të panevojshme ose rrëfime të panevojshme për operacion, Komisioni huaj në 4 pacient konstatoi se trajtimi ofruar në tërësi ka qenë mjekësisht i përshtatshëm, në kohë dhe në përputhje me standardet e pranuara të praktikës klinike.